16 vjeç, por me zemrën dhe disiplinën e një kampioni të vërtet. Gent Hyseni nga Prishtina po e bën Kosovën krenare në arenën e kickboksit. Në kategorinë e tij, Genti ka arritur të shpallet kampion i Kosovës, duke treguar disiplinë, forcë dhe vendosmëri që te kalojnë moshën e tij. Pas këtij suksesi, ai mori pjesë në kampionatin evropian të kickboksit që u mbajt në Itali, ku arriti një tjetër rezultat të jashtëzakonshëm. Ai u shpall nën kampion i Evropës duke sjell medaljen e argjend për Kosovën. Vitin 2024, kom marrë pjesë për herë të parë në gara që ka zhvillu Federata e Kosovës. Atëherë jam shpallë kampion i Kosovës për kategorinë 67 kg, junior i ri. Pastaj kom fillu me marrë pjesë edhe në gara jashtë, do me thonë me përfasu Kosovën. Disa nga gara më të rëndësishme deri tash që kom marrë pjesë, ka qenë kampionati ballkanik, kampionati botëror, si dhe tash kampionati evropian, ku edhe jem shpallë në kampioni i Evropës. Për mu është një ndjenjë jashtëzakonshme, do me thonë me përfasu shtetin e Kosovës në gara jashtë, për arsye se ka pas shumë sportistë tjerë që kam pas sukseset mëdha jashtë, edhe normal unë jam një prej tyre që kam qef me pru shumë suksese në Kosovë. Për të arritur deri në finale, Genti zhvilloi 2 ndeshje shumë të forta, ku në gjysmëfinale mposhti garuesin nga Irlanda, duke siguruar kështu vendin në finalen e madhe të kampionatit. Në finale, ai u përball me një garues të fortë nga Ukraina, i cili rezultoi të ishte kundërshtari më i vështirë për të. Kundërshtari që unë e cilësoj më i fortë ndonjëherë që ndesh me të, ka qenë po ky kundërshtari që ndeshirën e fundit me të, ka qenë prej Ukrainës, dhe ka pas shumë përvojë dhe eksperiencë, ka qenë një fajter të peshëm botë, edhe që është një ndër ndeshjet më të forta që kam pas ndonjëherë. Rrugtimi i Gentit në kickboks filloi herët, i shtyr nga dëshira për t'u sfiduar dhe për të ndërtuar forcë e karakter. Sportin e kickboksit, mas pore kom fillu për hobby, kom pas qef zakonisht me ndërtu një trup sa më të mirë, për me kalimin e kohës ka fillu sporti kickboksit edhe me my qef, kom fillu me marrë pjesë në për gara, ku garën e pore kom zhvillu në vitin 2022, edhe prej ateshtë të mira me gara. S'ka qena asë në moment që kom dyshu sportin e kickboksit, për arsye se sporti kickboksit tash është shumë vite mu ka bu si pjesë e jetës. Mas shumë të pëlqen lodhja, për arsye se sporti kickboksit e një lodhje ndryshe për sporteve tjera, pasi që është një sport shumë sfidues, që e lip një disiplinë shumë të madhe. Po ndeshjen e para kom zhvillu në qytetin e Gjirokastrës, kom qenë i vogël, dikoni kom pas 12 vjetë, pas një vjetë përgatitje, do me thonë, kom hy në garën tem të parë, që kom zhvillu me një kundërshtar prej Shqipërisë. Normal, me që por është një përvojë e pa arrueshme, edhe me cilësu si fillimin e një karriere të tretë kickboksit. Një ditë e Gentit kalon mes shkollës, stërvitjes dhe përgatitjes për të qenë gjithmonë më i miri. Na zakonisht ushtrimit i fillojna prej orës 5, zhvillojna ushtrimet dikon 2 orë, mas pore, dikon 15 minuta kemi nxemje me litar, pas asaj fillojna ushtrimet tjera kondicionale ose fizike për trupin, vazhdojna me pjesën e teknikave, edhe në fund zakonisht kena sparing ose zotje edhe ushtrimet borkët që i kena domosdoshme. Mendoj se normal, unë njerë jam halon zanë si shkollës, por edhe kickboksin nuk e përjashtoj si mundësi, shoh vetën duke ndeshur në liga më të mëdha të kickboksit në botë, siç janë One Championship në Glory, edhe shpresoj që më bëj edhe kampion i botës. Sporti i kickboksit, sidomos tash vitin e fundit, ka filluar më vlerësu shumë, edhe në shenjë tanë më shumë të përparuar me kickboksin në Kosovë, për arsye se tash veç në garën e fundit që kena marrë pjesë në Kosovë, pjesëmarrja dhe konkurrenca garuesve kosovar ka qenë shumë e madhe. Edhe mendoj tash me mundësinë që e kena ndesh edhe jashtë, mendoj që edhe interesimi për kickboks është ka me qenë shumë më i madh. Ka persona që ushtrojnë për me hyrë gara, ka edhe disa persona tjerë që ushtrojnë me pas një shëndet, një trup, një fizik sa më të mirë. Mendoj që sporti kickboksit është sporti i dur. Nga kickbokserët e njohur, Genti ka një të preferuar. Kickbokseri që unë e pëlqej më shumë është Berian Pepushi, është shqiptar edhe ai ndeshët domethënë ligën më të madhe të kickboksit në Glory,
Më pëlqen shumë stili i tij, për arsye se ka një stil agresiv, edhe një stil që bën presion shumë, edhe mendoj që stili jam përshtatet shumë me stilin e tij. Ky sport luftarak ka sfida të shumta. Fatmirësisht, ne prej që kom fillu me ushtru, se kom pas ndaj lëndim seria që me thonë që më ka qitë prej ushtrimeve për një kohë gjatë. Normal kom pas lëndimet vogla, po që kanë qenë lëndimet e kalushme. Edhe s'kom pas në lëndim tjetër ma serial. Pesha për një kickboxerë ndër sfidat më të mëdha që ka ai gjatë garave. Pesha që ndeshëm është pesha minus 71 kg. Zakonisht para garave deri na strikt me ushqimin, mundona sa më shumë me ngrushim, sa më të shëndetshëm, mos me tepru me ushqime të ëmbla dhe ushqime të shpejta, në këtë mënyrë mbaj edhe peshën. Ky është një sukses i madh jo vetëm për Gentin, por për gjithë sportin kosovar, pasi pa garues arrin ta përfaqësojnë vendin me kaq dinjitet në garat ndërkombëtare.